Grabitje dhe bankave apo vidhjet e parave, siç i quajnë tani fansat e televizionit, kanë ndryshuar këto ditë. Nuk janë më 4 njerëz të modës së vjetër me armë dhe maska fytyre si kloun. Sot kjo industri famkeqe dominohet nga ekspert teknologjisë që vjedhin me vetëm disa prekje në tastirat e kompjuterave të tyre. Por përsëri ka disa grabitje bankash, kujtimet e të cilave janë ende shumë të gjalla në histori, veçanërisht numri 1. Kështu që qëndroni të sintonizuar për këtë. Këtu janë 10 nga grabitjet më të mëdha të bankave. Numri 10. Vjedhja e kasafortës së Hayton Gardenit. Në vitin 2015, një banda hajdutësh që aktivizoi një boshtë ashensori dhe shpoi një vrim të madh brenda kasafortës kryesore nëntoksore të kopshtit Hayton në Londër. Brenda kasafortës rrethuar me mure prej betoni, disa centimetra trasha, vajshin sende me vlerë shumë milionshë. Megjithatë, bandës, e cila më vonë u zbulua se përbëhej nga 4 burra, u deshën vetëm 4 ditë për ta bërë këtë me ndihmën e një trapani elektrik industrial. Por nëse pyesni veten pse askush nuk i pa ata duke bërë këtë, kjo për shkak se puna u krye gjatë fundjavës së festës së Pashkës. Sipas policisë, janë grabitur mbi 60 kutime sende me vlerë, të cilat në vlerën e sotme do të kapnin afërsisht $35 milion. Si i tillë, besohet se ishte grabitja më e madhe në historinë ligjore angleze. Megjithatë, 5 nga burrat janë kapur dhe dënuar me burg, por janë rikuperuar vetëm 4.3 milion pound. Numri 9. Komploti i inspektorit në 1997. Komploti i inspektorëve, i quajtur grabitja e blinduar Dunbar, ishte grabitja më e madhe e parave në historinë e Shteteve të Bashkuara. Grabitja ndodhi në vitin 1997 në objektivin e blinduar Dunbar, që ndodhe në qendër të Los Angelesit, dhe siç nuk kupton edhe emri, grabitja organizuar nga oficeri rajonal i sigurisë Alan Pace, i treti i komplotit. Por ai nuk ishte vetëm. Ai u ndihmua nga 5 persona të tjerë, të cilët ishin të gjithë miqtë e tij të fëmirisë. Me përvojën që kishte gjatë punës, Pace ishte në gjendje të siguronte foto, planimetri, maska skish, vendodhjen e kamerave dhe pothuajse gjithë shkarret të kompanisë. Ai madje siguroi armët dhe kufjet e radios të përdorura gjatë grabitjes. Kështu që gjithçka që duhet të bënin miqtë e tij, ishin të u bënin pritë rojeve të sigurisë një të premte mbrëma, kur ai e dinte se kasaforta do të lihej e hapur. Brenda 30 minutave, u vëllën mbi $18 milion larg kamerave të sigurisë. Nuk lanë asnjë provë. Pas 6 muajsh, të gjithë anëtarët e bandës pastruan parat përmes pasurive të paluajshme, por njëri prej tyre bëri një gabim që i kushtoi lirinë. Në fund, ai rrëfeu duke implikuar të tjerët dhe të gjithë shkuan në burg. Numri 8. Grabitja djegëse në magazinën Brinkmet. Magazina Brinkmet, e vendosur 14 minuta në perëndim të Londrës, humbi $111 milion në një grabitje të armatosur në vitin 1983, por asnjë nuk ishte në para. Në vend të kësaj, ajo që ata humbën ishin shufra ari dhe diamante. Për të qenë të saktë, 3 ton shufra arit paketuara mjeshtërisht në 76 kuti dhe 2 kuti të tjera të mbushura me diamante. Vlera më e madhe e vjedhur ndonjëherë në historinë britanike, edhe u deshën vetëm 6 burra të fortë për të realizuar planin, i cili natyrisht ishte shumë i thjeshtë. Mjafton të rinin, të lidhnin e t'i hidhnin benzinë në rojeve në detyrë dhe vepra u krye. Megjithatë, to asete me vlerë nuk mund të fshiheshin për kaq gjatë, sepse burrat duhet të gjenin një mënyrë për ta kthyer arin në para. Kështu që punësuan një burr të quajtur Kenneth Noyes, i cili shkriu arin me një përzierje bakri për të maskuar origjinën e tij. Planin afatgjatë, të gjithë ata që ishin përfshirë në grabitje u kapën, por më shumë se gjysma e thesarit nuk u gjet kurrë. Numri 7. Grabitja e diamantit të Antwerp. Kur emërtohet një diamant, gjëja tjetër që të vjen në mendje është e shtrenjtë. Por grabitja e diamantit në Antwerp nuk ishte vetëm e shtrenjtë dhe ndër grabitjet më të mëdha në histori, por është edhe grabitja më e madhe e diamantit ndonjëherë. E njohur ndryshe si grabitja e shekullit, ajo ndodhi mes 15 dhe 16 shkurtit të vitit 2003 në lagjin e diamantit Antwerp të Belgjikës. Nuk është çudi që ai qark është ndër zonat më të monitoruara në gjithë Belgjikën. Kasaforta ku ruheshin diamantet
ishte varrosur 2 kate poshtë dyshemes kryesore dhe armatosur me 100 milion kombinime të mundshme. Megjithatë, pothuajse e gjithë përmbajtja e tij me vlerë mbi 100 milion dollar u zbraz nga një ekip i drejtuar nga një njeri i quajtur Leonardo Notre Bartolo. Sipas raportimeve, Leonardo vepronte si një tregtar italian diamantesh për disa vite përpara grabitjes. Pasi zyrtarët e kasafortës u mësuan me të, ai dhe ekipi i tij goditën. Sot askush nuk e di se si ja dolën të hynin në kasafort. U bën shumë arrestime, u kryen gjyqe të plota, por vendodhja e shumicës së diamanteve të vjedhura mbetet ende një mister. Numri 6. Dikur, tuneli grabitjes së Bankës Qendrore u njoh nga libri rekordeve botërore Guinness si grabitja më e madhe në një bankë. Lartësitë e bankës ranë në fundjavën e 7 gushtit 2005 në Banco Central Brazil me 25 burra në lojë. Në kohën kur u krye grabitja, ata vodhën 5 kontenier të rëndë që peshonin mbi 7.700 pound. Në varësi të burimit, vlera e përafërt e parave varion nga 70 deri në 160 milion dollar. Në pritje për t'u ekzaminuar nëse ato duhet shkatërohen apo të kthehen në qarkullim. Pra, të gjitha paratë e vjedhura ishin të përdorura të panumëruara dhe si të tilla ato janë pothuajse të pamundura për t'u gjurmuar. Vetëm 3 muaj para grabitjes, banda e grabitësve siguroi një apartament pranë bankës ku maskuan si kopshtare komerciale. Në këto muaj ata hapën një tunel 256 këmbësh përmes 2 blloqeve të qytetit përpara se të arrinin direkt nën kasafortën e trash prej 4 këmbësh. Deri më tani, vetëm 8 janë arrestuar së bashku me vetëm 8.93 milion dollar. Numri 5. Banka Britanike e Lindjes së Mesme. Banka Britanike në Belfast, Beirut, është banka më e madhe dhe më e njohur ndërkombëtare në të gjithë lindjen e mesme. Por sado e madhe dhe e famshme që ishte, ajo u grabit në vitin 1976, në një total prej më shumë se 29 milion pound. Në vlerën e sotme, sigurisht ato para do të kapnin mbi 200 milion dollar dhe operacioni u krye nga një grup burrash, identitetet të cilëve ende nuk dihen. Vetë grabitja ndodhi në janar, në mes të luftës mizore civile në Liban. Sipas raportit, burrat shpuan nëpër kasafortën e bankës duke përdorur revolucionin në vazhdim si një maskim. Nga shufrat e arit e bijuterit dhe parat, çdo gjë e mirë në bank u kthye në asgjë. Pasi mbaruan duke paketuar plaçkën në furgonin e aratisjes, burrat thjesht u larguan me makinë për të mos u parë kurrë. Deri në këtë moment asnjëri prej tyre nuk është kapur ndonjëherë. As asetet e vjedhura nuk mund të gjurmoheshin në ndonjë vend specifik. Si e tillë, ajo mbetet një nga grabitjet më të errta të bankave në historinë e tokës. Numri 4. Grabitja e bankës Dar es Salaam. Një gjë e frikshme për të grabitje bankare është se shumë nga detajet e sulmit mbeten ende të mbuluara në mister të thellë. Por nga ajo çfarë mund të merja, shumë zyrtar të lartë në Bagdad, Irak, ku ndodhi grabitja, besuan se ishte një punë e brendshme. Sipas tyre, grabitja organizuar nga 3 roje sigurie që punonin në bank. Gjithçka ndodhi brenda natës në 2007 në mënyrë kaq të eshtur sa që u desh deri në mëngjesin e ardhshëm, para se të gjithë të kuptonin se diçka kishte ndodhur. Kur punonësit hapën derën e kasafortës atë mëngjes, kuptuan se ishin zhdukur mbi 282 milion dollar. Numri 3. Grabitja e bankës veriore, Irland. Grabitja e bankës veriore ndodhi në vitin 2004 dhe 26.5 milion pound u humbën nga banka gjatë procesit. Në atë kohë ishte norma më e madhe bankare në historinë e Mbretërisë së Bashkuar dhe u deshën afër 30 republikanë të ndryshëm për ta bërë atë të funksiononte. Nga sa mund të merja, disa personel të nivelit të lartë i IRA-s ishin ndër organizatorët dhe grabitja ndodhi vetëm 5 ditë para krishtlindjes. Një natë para ditës së ndodhisë, grabitësit mbajtën peng anëtarët e familjes së 2 zyrtarëve të bankës për të hyrë në bankë. Sapo hyn, familjet u liruan të padëmtuar, por furgoni grabitësve bëri 2 xhiro për të ngarkuar gjithçka brenda kasafortës së bankës veriore, e cila në atë kohë ishte një depozit e madhe me bisht të lirë në Irlandën veriore. Me llojin e koordinimit të përfshirë, Departamenti i Policisë irlandeze e dinte se grabitja nuk ishte thjesht një krim me fat. Me këtë në mendje, policia fajsoi Ushtrinë Republikane Irlandeze, por ata nuk pranuan fajin. Deri më sot, askush nuk e di se ku janë parat apo kush qëndronte pas të gjithave. Tani është koha për zgjedhjen më të mirë të ditës.
Tani do të shohim një grabitje që nuk është vetëm me lekta në listë, por edhe me madhja. Nëse një grabitje e tillë do të ndodhte në botën tonë sot, me siguri do të jetë në një dimension tjetër. E po kjo nuk mund të jetë thjesht një mbivlerësim. Numri 2. Grabitja e Bankës Qendrore të Irakut. Afër $1 miliard u vodhën nga kjo grabitje. Për ta parë atë në perspektivë, u deshën pothuajse 5 orë që paratë të ngarkoheshin automitet e aratisjes. Nuk ishte armë dhe as përgatitje paraprake për këtë grabitje. Organizatori që qëndron pas kësaj thjesht kërkoi paratë me një shënim të vetëm, i dërguar në bankë nga babai i tij. Pra, nuk ishte një krim i kryer nga kriminalët e asur shpesh. Në vend të kësaj, grabitja e Bankës Qendrore të Irakut u krye nga vetë diktatori i saj i quajtur Saddam Hussein, disa ditë përpara se ushtria e Shteteve Bashkuara të pushtonte vendin në vitin 2003. Për të siguruar të ardhmen e tij dhe të familjes së tij, Husseini dërgoi djalin e tij në Bankën Qendrore për paratë që do të transferoheshin në pallatin e tij. Në atë kohë ai gënjeu se paratë do të përdoreshin për sigurinë, por siç do ta donte fati, Husseini u ekzekutua nga qeveria amerikane dhe djali i tij u vra në një përleshje zjarri. Edhe me kaq u rikuperuan vetëm $650 milion. $350 milion të mbetur u lanë me të vdekurit. Numri 1. Rjeti i hakerave rus. Nuk do ta mbyllja këtë listë pa një vjedhje teknologjike. Pra, me lejoni të kryesoj këtë listë me një nga vjedhjet më të mëdha, të bërë nga një grup hakerash që besohet se janë nga Rusia, kryeqyteti i hakerave më të mirë. Nga një raport i supozuar, ky grup hakerash kanë qenë pas rreth $1 miliard që mungojnë nga 100 banka në 30 vende të ndryshme. Sipas të njëjtit raport nga një firmë sigurisë kibernetike e quajtur Kaspersky në Rusi, ky rjet hakerash ka qenë aktiv të paktën që nga viti 2013. Ngadalë dhe në mënyrë të qëndrueshme, këta djem kanë qenë përgjegjës për vjedhjet e fshehta në botën bankare, duke marrë jo më shumë se $10 milion për bankë. Një nga metodat e përdorura nga këta hakera përfshinte fshehjen për muaj të tërë pas firewallave bankës për të marrë pamje nga ekrani dhe video të punonjësve që punonin në kompjuterat e tyre. Duke vepruar kështu, ata mësuan për sistemin e bankës. Kur është koha e dur, ata godasin pa ngritur asnjë dyshim. Ndonjëherë ata madje do të programonin bankomate strategjike për të shpërndar para. Por pavarësisht se e dim se ato ekzistojnë, asnjë provë nuk është lidhur me askënd. Megjithatë, kujt nuk i pëlqen të dëgjojë një histori grabitje të planifikuar mirë. E po, ndoshta ata që u grabitën, por sido që tjetë, cili nga këto grabitje mendoni se është më i zgjuar dhe cili ishte më budallaj? Lini mendimin tuaj në seksionin e komenteve më poshtë. Dëgjohemi në videon tjetër.